Java e kaluar në komunën e Gjakovës në aspektin e sigurisë është shoqëruar me implementimin e planit operativ pikat e veçanta në zona urbane, ku njëri ndër synimet e policisë për inspektim është parkimi në zona të palejuara. Në lidhje me këtë situatë, ekipi ynë ka qëndruar në terren sot për të kuptuar gjerësisht mendimet e qytetarëve. Sipas opinioneve personale, qytetarët janë shprehur se ky plan operativ është mirëpritur, ani pse mund të shihet i dyanshëm, negativ e pozitiv, por mbi të gjitha ka qenë i nevojshëm. Për mendimin tim është i dyanshëm, edhe anën negative dhe pozitive. Anën pozitive ka se përket popullit kanë ma lirë me jetë, ka me jetë, se normal s'kanë faj edhe popullit numër 1, a numër 2 edhe na kere, normal kush ka kere, për ka problem me gjithë parking, se s'kemi parking edhe me pagesë, shamë që ky blok që tu, nuk e di që i ka, se Gjakovës jem normal, po, të kem probleme edhe me parkirat kjerën. Një thyrje apo lutje me na bo halë që tonë për parking, normal, ju lirojmë kretë tërtar, se ka dë vetën edhe plus në vetë tërtar, më konë të lirë për popull. Aksionin e policisë e vlerësoj mjaft të qelluar. Qytetarët duhet të dinë të vetëdisohen sepse po marrin veturën ndoshta për një kafe që kanë shtëpinë 100 metra, dalin pinë kafe për kur mund ta shfrytëzojnë ecin për këtë punë dhe nuk mendoj që ja vlen të mirët makina për këso lloj punësh. Andaj është veprim mjaft i qelluar i policisë dhe shpresoj të vazhdoj jo vetëm tani, por në vazhdimsi. Një tjetër qytetar ndau mendimin e tij, duke thënë se duhet të ketë një masë paralajmëruese si fillim e pastaj në mos respektim të masës të dënohet personi. Nuk e di, është policia vetëm me ndëshku apo edhe me paralajmëru edhe me parandalu. Sistemi IT funksionon. Unë kisha qenë që çdo njeri për atyne që ka bo kundërvajtje, me a bo një paralajmërim dhe ai mu regjistru në sistem, në mënyrë që herën tjetër, të dytën të radhës, me i thonë, na të kemi paralajmëru me datën kaq në këtë vend, po si duket se ke marrë parasysh, prandaj vjen dëshkimi. Kjo është një. E dyta, si ja bojnë gjitha këtyre ndërtimeve për gjatë rrugës që gjysmë në trotuarit e kanë zonë. Në qoftë se për një automjet me një sipërfaqe 3 metra katror paguhet gjithaj në dëshkim, gjithaj a gjobë. Këta ndërtuesit pas kanë me i gjobit me ka 20.000 euro. Ndërka qytetarët tjerë prapa kamerave dhanë mendime të ndryshme, disa duke e cilësuar si pozitiv dhe të duhur këtë plan operativ, e disa jo, nga se nuk ka vend tjetër për t'i parkuar automjetet.